Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë emision të veçantë kushtuar ditës së 7 marsit, ditës së mësuesit. Në këtë ditë të veçantë, jo vetëm që do të urojmë të gjithë mësimdhënësit e Kosovës, por natyrisht do të kujtojmë dhe nderojmë me respekt e me mirënjohje shumë mësimdhënës të tjerë, të cilët sot nuk janë në mesin tonë, por të cilët kanë dhënë shumë kontribut e shpeshherë duke luftuar edhe rrethana pothuajse të pamundura për të edukuar breza të tërë në Kosovë. Në këtë emision, përtej festës, ne do të shpalosim histori të veçanta, të cilat flasim për një histori të veçantë të shkollës së parë shqipe në fshatin Rezall të komunës së Skënderajt, për mësuesin e parë të kësaj shkolle, por edhe histori dhe rrëfime tjera të cilat lidhen me mësimdhënësit e gjuhës shqipe, por edhe mësimdhënës të tjerë në Kosovë, e për të cilat do të flasim me të ftuarin tonë në studio, i cili është Hamdi Kamer Aliaj, një mësimdhënës, arsimtari gjuhës shqipe, tashmë në pension, por me të do të bisedojmë shumë çka në lidhje me rëndësinë e mësimdhënies ndër breza në Kosovë. Zoti Aliaj, mirë se erdhe në studion e TV Mitrovicës. Ju jeni një ish mësimdhënës në pension tashmë, por që për vite të tëra keni kontribuar si arsimtari gjuhës shqipe, andaj edhe juve na lejoni që t'ju urojmë për 7 marsin, sikurse edhe të gjithë mësuesve dhe mësimdhënësve të tjerë në Kosovë. Së pari, ju falenderoj që me keni mundësuar të jem këtu sot në televizionin e Mitrovicës për të shfletuar këtë historik. Fillimisht, unë isha arsimtari i gjuhës dhe letërsisë shqipe, tani në pension, i redantari i Lidhjes Shkrimtarëve të Kosovës, të gjithë mësuesve në të gjitha truhet shqiptare dhe kudo që janë në përbot, i uroj 7 marsin ditën e mësuesit. Në rastin e këtij urimi, theksoj, pesha e qiellit dhe vlera mësuesit nuk matet. Urimin në këtë urim t'i veçojmë 2 heroj të kombit tonë. Mësuesin Hero Fazli Grajçevcin, i cili ishte mbeti sy e zemrës shqiponje, njëherët dhe patriotin e kombit tonë, Hasan Prishtinën, i cili tër pasurin ja fali kombit e atë dheft në veçanti për hapjen e shkollave shqipe. Andaj kam nderin që të lexoj nga një poezi që ja kam kushtuar këtyre 2 heranive. Sy e zemër shqipon, mësuesi Fazli Grajçevci. Jetoj në fshat lartësie, ku gjithë Kosovën shikoj, në shikim syrit një shkendi gjithherë me bie në sy. Syrin shikim etje, rreth për qak shikon, anë shkendien e goleshit një njeri veçan. Njeriun që veçan i gjithë kombin ndëran, mësuesin Fazli Grajçevcin ku në vepra jeton. Në vepra heroike mësuesi, shkendit goleshit për herë, duke ngrit madhështi flamurin e Skënderbeut. Valo flamur, valitje shikoj ku dora mësuesit Fazli atu të mban gjithnjë. Andaj në të moje shkëndije, goleshit drenicar, mësuesi Fazli Grajçevci, zemër bashkim kombëtar. Zemër bashkim kombëtar, zemër shqipon fol, gjakun e të renve mullkuqe në qamëri, Shqipëri, nëna jonë, Shqipëri pa kufin, Shqipëri për gjithmonë. Ndërsa poezinë e dytë cilën ja kam kushtuar herojt kombit tonë, Hasan Prishtinës, është botuar në 4 revishtë letrare, poezi e shpirtit krijues. Në faqet e para të historisë, heroj Hasan Prishtina. Çdo fshat ndërnis, histori të lashtë ka,
në shkëputje në këtu vargje, Polaci do vinë radhë. Ky fshat madhështi, në gjitha dheu shëndrit, në preardhjet Hasan Prishtinës në faqet para të historisë. Në këtë faqet historisë, i gjithë kombi zemër shqipon në respekt Polacët drenicar të Hasan në zemër të ka. Hasan Prishtina atë dëtar drenicas, Polacin e ndëroni gjithë popli nga trojet e të parve në rritjet besës shqiptare. Andaj, o zemër besë shqiptare, vendindjen e të parve tuaj, se cili prej nesh lartëson këtë zemër besë që të dha. Sot, këtë zemër besë shqiptare, Polaci ty asat ndëron, ngritjet lapidaret madhështi nga vendindjet të parve për të folë. Këtë ngritjet lapidaret të Hasan, shembull zemërgjërsi shëndrit, se si duhet jemi në shërbim të kombit atë dheu t'i bëjmë dritë për jetë. Ti Hasan i e faqe lavdis, poplit në dhej solle dritë nga hapja shkollave të para në rrezë diturie i e o flamurtar. Si flamurtar pasurin shkrive që shkolla Shqipe të kemi, ti o adhëtar e zemërbes mesim në gjuhën tonë të mbanim. Në këtë përpjekjen zemërbesës, gjuha Shqipe nga njeu, mësim të alfabetit Shqip, djetarët kemi një pas një. Fat të alfabet gjuhës Shqipe, brezni që u mësua në shtim të rrezëve diturie atë dheu për ta shpëtuar. Sot, mes të gjitha rrezëve të dijes, atë dheu flamutar të parë ndëron, ku në pagzim të emrit tënd sa shkolla, fakultete, rrezë e dije shpërndaj. Tani një biografi tuaj nëse mund të na e tregoni. Ju falenderoj që për biografi time që më jepni mundësi. Biografin time do ta shpalosin në 3 etapa. Spari etapën e fëmijërisë sime. Jam i lindur me 3 dhjetor 1956 pranë në Rezallë të Skënderajt. Babaj im Kameri e nëna ime Merime. Babaj ishte bujk dhe murator, ndërsa nëna ishte anvise. Ishim 3 vëllezër e një motër. Jam rritur në një familje ku 2 migjallarët ishin të vrarë në luftën e 2 botërore, ndërsa babaj ishte bashkëtar i Shaban Polluzhës. Si fëmijë shkëpus. Në moshën dikun 6 vjeçare kur isha, vitin 1963, babaj im i ndjerë e ka blerë flamurin kombëtar. Dhe atë natë kur e ka prunë flamurin kombëtar, e ka pru dikur pak si 1 orë të vona. Ne ishim pothuajse të shtrije për gjumë, por mu mos më zinte gjumi se na bënte diçka si dhuratë. Kështu, atë natë ishte ndriqimi i hënës dhe në atë pjesën ku të dritarës ku ka ra ndriqimi i hënës, nga shanta e ka nxjerr flamurin dhe ka shpalos po në atë pjesë ku ka bërë ndriqimi hëna dhe ul 3 herë në gjunë e ka puth flamurin. Unë në ato momenti jam zgju edhe me ka dhënë atë thejme si dhurat, e ka marrë, e ka palos flamurin dhe në mënyrë të mshehur ai flamur është rujtur deri në vitin 1974. Në vitin 1974 me Kushtetutën e Kosovës është leju përdorimi i flamurit. Edhe nga Komiteti Krajnor atëherë kanë ardhur disa udhëheqës në fshatin Rezallë për të treguar bashkëtarëve se është leju flamuri. Në ato bëm edhe babajem dhe dikush nga pjesëmarrësit ka pyet po si duket ai flamur. Babajem në ato momente ka bën Axhi Kamer që tregon, e ka marrë dhe ka nxjerrë dhe ka shpalosur dhe kanë filluar dorat rokitjet. Në vitin 1964
95 regjistruam në klasën e parë të shkollës fillore ish Muharrem Bekteshi të Rezallës. Mësuesë të parë në klasën e parë kisha Imer Becin nga Lausha, i cili ky mësues na mësoi për fat vetëm zgjetorën e parë, por na mësoi alfabetin e gjuhës shqipe, ndërsa nga zgjetori i dytë deri në klasën e 5 na ka mësuar mësuesi i fshatit tonë Mehmet Ahmeti. Ndërsa klasën e 6, 7 dhe 8 e kom kryer në shkollën ish Emir Draku të Likovcit, diku afër 3 kilometra në largësi nga Rezalla. Për fat në këtë shkollë pata mësues, profesor të përkushtuar për të na mësuar, si profesor Ja Jusufi, arsimtari Haradin Hoxha, mësuesi Ramadan Osmani nga Mitrovica, Zenel Jusufi nga Pluzhina, Jashar Musliu nga Likovci, Arif Sylani nga Lausha e shumë të tjerë. Vlen të teksuar, mësuesi Zenel Jusufi na ka dhënë muzikë, por ishte një mësues i pedatrisë së bukurshkrimit. Dhe sot, sa kaloj afër asaj shkollës, më duket se po shoh pranë tabelës duke përshkruar atë bukurshkrim në tabelë. Pas kryerjes së shkollës fillore, regjistruam në vitin 1973-74 në gjimnazin e Ernest Skënderaj, drejtimi i shkencave natyrore. Këtu pata rast në gjimnazi ishte atëherë Rambis Hadiku, pata fat, po ashtu të kemi profesor shumë të përkushtuar për të na dhënë dije, si profesor Bajram Bajrami, profesor Gjafer Mortezi, profesor Luan Morina, profesor Bali Gashi, profesor Sali Gashi, profesoresha Sala Ahmeti, profesor Ferhat Ahmeti, profesor Abedin Velici dhe profesor Hamdi Nuradini. Kur jam te profesori Hamdi Nuradini, do të theksoj se ky ishte në ato vite ylli parë i se arsimtar si profesor i gjuhës angleze. Në vitin 1977-78 regjistruam si student në shkollën e lartë pedagogjike Bajram Curi, ku dhe këtu pata profesor të përkushtuar si profesor Shevqet Sanahasin, profesor Musa Nushin, profesor Din Mehmetin, profesor Besim Penin. Në vitin 1980, në moshën 23 vjeçare, jam kthyer në Verlindje dhe kam filluar të punoj si arsimtar i gjuhës së letërsisë shqipe në shkollën e fshatit ish Muharrem Bekteshi. Në vitin 1983 kam shkuar në ish armatën jugoslave. Në ish armatën jugoslave do të shkëpos në 11 marsin e 83-s, e kam bërë ato një vepër, kam bërë qethin e flakëve në zera, dhe pasi kam qetë flakët në zerët, të nesmën, para gjithë atyre shtarë që ka pasur e kazermë, me kanë qitë para tyre dhe e kanë lexuar deklaratën ku ky person mendon që në Kosovë do të vijnë pronëverat e hershme, duke i paramenduar devijatorin e demonstratave dhe ishterburgosit politik në demonstratat e të Nishës. Në vitet 1980-90, pushteti serb na ndërpret të ardhat personale, nuk dëshironte që shkolla shqipe të mbyllen, por ne filluam të punojmë me plan programet të Republikës së Kosovës. Në fillim kemi punuar pa kufar të orësh, me kujtua dikon pas 2 muaj nga sindikata ne ka dhënë ka 20 marka. Po flasim për vitet 90. Për vitet 90, dhe nga ato 20 marka i kom bler 4 abetare, nga 4 marka 16 marka, ndërsa 4 marka i kom lënë për shpenzime familjare. Gjatë këtyre viteve që kom punu në arsim prej të 10-s deri
të 90-ën konformua grupin letrar Vigjenit, po ashtu me fshatar dhe me gjëratat e reja të fshatet konformuar dhe shoqërinë kultur-artistike të fshatet Bilbilat e fshatet. Njëherët komponua edhe në paralel në darë të Makrmalit, që është paralel në darë e Rëzallës, po ashtu edhe në këtë shkollë konformuar grupin letrar Vigjenit dhe gazetën e murit Vigjeni. Vlen të cekën se pozit në ato vite, thuaj se çdo muaj i kom pas në gazetën e Gepi, Pionerin, Mollkuqen, dhe krahas kësaj komponua me gazetën Shkëndia. Në vitin me kujtuat vitet 1910, kur për herë të parë i ke marrën deftesat e nxënësve me mbishkrimin Republika Kosovës. Drejtori i shkollës Lut Zabeli më ka urdhëruar që unë të shkoj të marr ato deftesa, dhe ato deftesa kam shkuar kom marrën në klinë të Urt, në një vend, një lokal i vogël, por një shelje aq e madhe pothuajse sa i kishte mbulu ato, dhe në mënyrë fshehuri kom marrën nga profesor Hamdin Nuradini, dhe ato deftesa për mos me ra në ndonjë prit të policisë serbe, ka mbështu buzë një lumit Drenisa që është deri në dalje të Skënderajt. Po ashtu në këto vitet 90-ta, marrëm qëndrim une dhe drejtori i shkollës Lut Zabeli, ta thrasim ish mësuesin e gjeratës së parë të Rëzallës, Bajram Hajdin Gashi. Ky ka jetu në Pejë. Dhe ftesin ja kemi dërguar përmes një bashkëtarit ton, Fazli Said Zabelit, me qenë se punon në Pejë, edhe me marrjen e kësaj ftesës, mësuesi Bajram na është përgjigjur dhe ka ardhur në shkollën tonë. Po si ka ardhur? Ka udhëtu Pejë klin e Begut për Skënderaj, e në këtë rrugtim është ndalë në Rëzallën e Re, është një rrugë bregore, që e themi brigje, për të dalë në kodrën e fshatit, dhe atu na ka tregu thot kur kom rrinë në kodrën e fshatit, e kom dëgju zërin e fëmijëve të nxënësve në borë shkollës, ka qenë si mesditë, atëherë ka pas nxënës afër 500 nxënësa. Edhe thot kur kom dëgjua jehonën zërin e atyre fëmijëve, thot jem ulur dhe kom qajt pasi që ish komunizmi nga vitet 1960 deri në 90, kur nuk e kalon më të hy në as të një objekt shkollor. Po të më thënë e ka pas të ndaluar të ndaluar rrëpsisht domethënë deri prej vitet 60-ta. Prej vitet 60-ta deri në vitin 90-ta, 30 vjet. Në ato kur ka ardhur në shkollë, 2 ditë ka marrë shënime se si është hap shkolla shqipe, si ka punuar me nxënës, edhe ja konftuar ish nxënësit e gjeratës së parë, të cilat në ato vite pothuajse kanë qenë të gjithë në jetë, dhe konftuar edhe disa grupe letrare të disa shkollave, e kemi marrë një letrare. Shumë diçka ka qenë prekse, sa që edhe mu më duke sot ende po ndëgjoj mësues, para kur ka bën një rrëfim. Kam punu thot në shkollën fillore të klinës së epërme, komunës Skënderajt. Thot edhe njëherë drejsa kam qenë thot duke majtë mësim, pa pritmas u hap dera dhe kanë hyrë 2 utbash. Edhe vetëm me kanë bën pyetje, a jeti mësuesi Bajram Hajdin Gashi? Po. Unë e më neve. Një pathat e kom pasën një gozhë në derë klasës, e kom qitë thot krave me mendim se do të kthena. Po posa kom dalë, atëhera automjetit tish utbes i kemi thonë kazik. Edhe thot dyët ishen koqirt, edhe thot me kanë fut brenda, edhe drejt për në burgun e Mitrovicës. Tash, para ti të bime ka të reguhe, thot, sarë ka më thu, thot, prej Peje, për klinë te për Mitrovicë,
ku ka marrë të klinë në epër, duke të se ende në zoncat janë, duke më pitën në kamp, që po kthejna. Se nuk ishte kthyer më Se nuk ishte kthyer, se kthyer më në atë shkollë. Për sa vite kishte qëndruar në Burg? Në Burgën e parë e ka marrë vitin 1945, 2 muaj. Në vitet e luftës, personalisht, une, 98-99, për disa muaj, e kom shpërnda gazetën Kohën dhe Kohën Ditore. Pas djegës së shtëpisë me 11 shtator 1998, kam depërtuar në Prishtinë, se bashkë me familjen dhe aty I kisha mesht. Mirë po, dhe pse ishte kohë lufte, e kam gjetur veten dhe kam punu në vitet e luftës në organizatën e Kryqit të Kusht ndërkombëtar. Kjo është. Krahasë këtu që kam punu, për një kohë kam punue dhe në OSB, ku si kryesues në atë kohë ishte mikë jon I shajti kombitun William Vokeri. Me 19 shkort vitet 1999, duke shkuar në punë në Kryqin e Kusht ndërkombëtar të Gjenevës, në një vend jam zonë nga policia serbe. Edhe në ato momente kur më kanë futur në rreth, afër 10 policë, një automjet civil ishte komo ato I përgatitur për më marrën, për fat në atë kohë kanë ardhur punëtorët e Kryqit të Kusht ndërkombëtar, edhe vozici ka qenë Gazmend Korteshi, kur më ka pa mesin e policisë e ka nolë automjetin, ka zbrit një delegate e kësaj organizate, edhe me ka shpëtuar nga kthjetrat e pushtetit serb gjak pjesë. Para lufte, është fjala. Nga të 80-at deri në 99, kam punu si arsimtar. Por këtu, kur kam punuar si arsimtar, pra ka qenë karakteristike, I kom shpërnda gazetën Pioneri, Gjepin, me gjesi Bollkuqin. Ka qenë karakteristike në Prishtinë kur I kom marrën, nuk kom guxuar të shkoj në stacionin autobusa për arsye të policisë, por kom dalë në një kënd dhe I kom thonë vozicët gjithherë ndalmë në filan vend. Edhe I kom shti në kepek të autobusit mbuluar me liqep dhe I kom sjell dy fshehur. Ato gazeta nuk I kështë përnda vetëm në shkollën e Rezallës, por dhe në disa shkolla për rreth si Likavc, Tis, Makarmal edhe në Polac. Është karakteristike, edhe pse kom këtu vite që kom punu para luftës, pas luftës, s'mo ka dhënë mundësia të filloj të punoj si arsimtar. Arsye se shtëpinë e kishte të djegur, s'kisha ku të kthena në fshat. Mirë po, në këto vite kom punue për disa vite në Kryqin e Kusht ndërkombëtar të Gjenevës. Ato kom botu një libër për punëtorët e asaj organizatës. Edhe pse kom punu në Prishtinë, nuk jem shkputur kur nga fshati, nga vendlindje. Njëherë një javë ka marrë, ashtu ku kom pas shtëpinë e djegur, ato kom bon ndaj, kom dhes zjarën, edhe themi I kom përkujtu ato ditët e femrisë, por duke paramendu edhe shtëpinë si është djegur. Krahas kësaj kom punu edhe për fshat timin, jam autor I monografisë për fshatin tim. Krahas kësaj e kom marrë qëndrimin me 15 maj 2004, e kom ftuar mësuesin e parë të fshatit tim, Bajram Hajdin Gashin, është ardhur dhe kemi bërë një video incizimi se si e ka filluar mësimin në shkollën e Rezallës. Kështu, sot mund të shpalosim historikën e hapjes së shkollës së parë shqipe në Rezallë,
Ashtu siç na ka treguar mësuesi Bajram Hajdin Gashi, tani i ndjeri. Shkolla e parë në fshatin Rezall, komunës së Skënderbajt, u hap në janar të vitit 1946. Gjithsej kanë qenë të regjistruar 46 nxënës. Mësimi ka filluar në një shtëpi private, shtëpi që në atë kohë ka qenë me dyresh, tjegullat e papjegura, lyrë me bark. Aja shtëpi ka qenë e Sali Zabelit. Ato të theme spare, se është karakteristike, si mësuesi parë e fillon Mulla Hajdini, por ky ka punu vetëm 7 ditë. Edhe në ato për 7 ditë, mësuesi Mulla Hajdini ka arritur nxënësve që ja mësoj himnin kombëtar, më shumë ju. Ka qenë karakteristike se në kohën e jetë shumë ishtë nxënës të asaj gjeneratës, kur jam takuar, ndoshta në moshën 6 vjeçare, e ka kënduar himnin e flamurit që ka mësuar nga Mulla Hajdini. Por Mulla Hajdini pas 7 ditëve shkon në shërbimin ushtarak. Dhe në shkollën e tij shërbim ushtarak, rrugtimin e mësuesit të parë, pra e merr mësuesi Bajram Hajdin Gashi, i cili ka punuar në atë shtëpi për një kohë dhe na tregon ato. Thotë, është karakteristike fshatit Rezall ka lagje të shumta, si Kodrinor, edhe ku më thonë zonës e sartë të filloni për të ardhur mëngjes për në shkollë, duhet ju dëgjoj duke kënduar marrë në shkollë, se ju pres i gëzueshëm. Edhe nga çdo lagje, ju thosha cila lagjet që janë zonëse që këndojnë më bukur, do e merrni notën 5. Edhe tha, për gjitha onve janë të zëri me vente në verzeri i tyre. Mësuesi Bajram u lind në Rezall vitin 1918. Mësimet e para, ky mësues i ka marrë në gjuhën arabe, në mektepin e Rezallës. Ku si mësues e ka pas Mulla Sherif Vërmicën, nga Mitrovica. Është karakteristike në këtë mektep, ka mësuar shumë ato bashkëtar fshatit Rezall, si Mulla Laje, Mulla Hajdini e të tjerë, por në këtë mektep ka mësuar edhe heroi ynë kombëtar Shaban Jashari. Shaban Jashari, mësuesin Bajram ka pas nip, pra këta kanë qenë nip e daj, edhe heroi Shaban Jashari 3 vite ka nejt tek nipat e vetë në punën që ka pasur nga viti 1930-35 edhe kanë kry mektepin. Ku heroin kombëtar Shaban Jashari edhe ai me këtë mektep ka punuar si mësues në për shumë fshatra të Rrugës. Mësuesi Bajram Hajdin Gashi, para se të ishte mësues, ka punuar u kon imam i xhamisë Zallit në Mitrovic. Edhe këtu ka shërbyer si imam vitet 1935-37. Është karakteristike, thot në një mbrëmje, derisa kom dalën thot tek dyert e xhamisë, mbrëmje thot, një njeri i panjuar thot vetëm me ka shpalosur thot palltën, edhe më ka full thot diçka në sietull, duke kom diçka vetëm me ka thonë, ki kujdes ruje. Kur kom shku në banesë, kur i kom nxjerr thot një abetare dhe një numratore. Atë abetare dhe atë numratore, mësuesi Bajram Hajdin Gashi ka sjell në fshatin Rezall, për herë të parë. Edhe ditën, një pjesë ato të fshatit themi prahat, ditën u shku atë abetare ka mshirë nën rasët e gurit, ndërsa në mbrëmje ka shku e ka marrë, edhe ka shfletue duke i krahasuar alfabetin arab
e ka mësua edhe alfabetin abetores, edhe shkrimin dhe leximin. Kështu që me atë abetore, pra ky mësues që e ka marrën, ka filluar edhe të filloj të mëson nxënësat. Do me thënë prej aty ka fillu Prej mësimi aty, shqip. me atë abetore që ka mësuar, pra ky e ka filluar mësimin Në gjuhën shqipe. në gjuhën shqipe aty. Se deri atëherë në Mejtep është mësu arabisht. Arabisht. Po. Këtu me mësuesin Bajram, vitën cilën e kam bon me 2004, me 15 maj, krahas kësaj i kam bon edhe fotografime. Këtu, në këtë foto, Amir. në këtë foto, ku është ky mësues, këtu ka qenë Mejtepi, në këtë vend. Po. Edhe këtu na ka bërë rrëfime, që ti ka pas shok, si ka mësuar gjuhën arabe, dhe si kanë lujt Pra, kjo lurat është të ndryshme. mësuesi Bajram Gashi, i cili ka sjell abetoren e parë në Në fshatin Rezall, fshatin Rezall. njëkohësisht ka filluar edhe mësimin në gjuhën shqipe për nxënësit e atëhershëm. Nga këtu, në këtë foto, ku shihet mësuesi Bajram Gashi, por në këtë vend ka qenë shkolla e parë shqipe, shtëpi private, shtëpia e Salizabelit. Këtu pra mësuesi Bajram na bën rrëfimin. Tani nuk duken gjurmë të asaj shkolle Jo, në fotografi, jo, këtu nuk duken gjurmë. po, Jo, se se është vite jo është karakteristike, kjo shtëpi ku ka qenë këtë vend. Pas disa vitesh është blerë nga dhësia e fshatit edhe vendosur sot në afërsi ku është shkolla e fshatit. Por sot ajo nuk ekziston një për vetë kujtime. Këtu mësuesi Bajram, deri sot thot ka majt mësim, kur ishte thot ku pranë verës e bukur, thot ajo ishte dhumë ju pa përshtatshme nxënësat mësonin shkoma. Shkomat i kanë marrë me vete për të ullër. Për përshkrujtën pjesë të letra të thasëve. Edhe thot disa orë thot i komojt në njën e një kreksi të afërt, pasi thot që ishte koha mirë. Nga këtu, mësuesi Bajram, me qenë sa do thot ishin kushte më të rënda në shtëpi, ka fillu të mësoj në për disa oda tjera të fshatit. Nga këtu ka kaluar në odën e Bajram Drăgutit. Aja oda aty, aja shtëpi e Bajram Drăgutit është afër varrezave të fshatit. Dhe ndër varreza aty ka lisa shekullor. S'besoj kur në Kosovë që ka lisa me as më të shekull. vjetër, po. Dhe ato mësuesi Bajram na tregon thot, kam shku thot në Hijen aty në lisa, e kam marrë orën e gjeografisë. Bas myshkut të dronjeve, ja kom spjegu thot anët e horizontit. Ndërkohë thot derisa kam qenë thot duke marrë këtë orë të gjeografisë, ka ardhur rastësisht thot instruktori i arsimit atërshme me emrin thot Taulan. Me emrin ja kishte harruar, po emrin Taulan nga Prizreni thot. Edhe me ka gjetë thot me nxënësa, edhe me ka pyet ç'bën këtë zotëri mësuesi, thotë jam duke marrë thot orën e gjeografisë. Edhe thot me ka falendruar, me ka shpërbly për ato mësime. Do t'ju tregoj këtu, derisa ato varreza fur ku është marrë orën e gjeografisë, ky mësues vendos dy durt në rrethujet e varrezave fshatit dhe ma lën këtë përësi. Thot mësuesi jam de, qysh ma kanë lënë mu amanet paret, edhe unë po ta lë amanet edhe të tjerëve, ndër këtu varreza thot është i varrosur heroi i kohëve tonë Miloš Kopilić. Nga këtu, mësuesi Bajram, në këtë foto ku shihet këtu, është shkolla shtëpia e tretë ku mësuhet i Maliq Oruqit. Edhe këtu për një kohë mësojnë nxënësat në Shkami. Nga këtu kaluat në kullën e Mahmut Hakollit,
Thot edhe atu thot I kemi pas kushtet më të mira, edhe atu thot kemi mësu për një kohë të gjatë. Vitet e 90-ta, kom bashkëpunuar me ish nxënësat e tina. Edhe I kom bërë fotografime ish nxënësat e tina. Për fat, nga 46 nxënës sa kanë qenë gjrantes e parë, vetëm 20 janë në jetë. Në jetë është Riza Ruqi, plaku më I moshuar në zallë sot, moshën 100 vjeçare, edhe mësuesi Bet Ahmeti. Ndërsa ky është këtu Kadre Ruqi, ne ish nxënës e gjeneratës së parë, shikohet në fleturë këtu, edhe ne ke fleturë krejt emrat e shokëve të vet I ka pas të shkruajtur e ke fleturë. Ky është Azem Akulli, ky është Ahmet Ajet Ahmeti. Në këtë foto dua ta theksoj, është ish nxënësja e gjinisë femrore e para që është registruar vitin 1900 Shumë interesant. 1946 me Reme Zabeli. Edhe kam Vetë një vajzë në atë kohë që ka qenë. Jo, dy të tjera. Edhe dy të tjera, po njëra Po prej. kjo njëra prej tyre. Kam shku edhe kam marrë shënime për këtë ish nxënëse. Kam bisedu me ta shumë gjatë, a di që kam më kam. Tash e ndira nuk është një jetë. Po më kam. E falendrej shumë mësuesin Bajram që na ka mësu alfabetin e gjuhës shqipe, dhe me atë mësim thot që na ka mësue, 7 herë thot e kum lexu Koranin. Ndërsa thot nipat e mesat, thot sot ju ndihmojnë në kryerjen e detyra si në gjuhën shqipe, por edhe në lëndën e matematikës. Krejt thot me punën, me dijen që ka marrë nga mësuesi Bajram. Këtu në këtë foto shihet mësuesi Bajram me 2 kolegët e tjerë edhe me nxënësat, të cilat kanë nxënës janë të shkollës së kryesisht vajza ose vetëm të gjitha vajza. Po. Vetëm vajza në klinën nepër. Nuk I njoh as këta dy mësuesa kolegët e tina që kanë qenë, as këtu tash nuk I njoh, por nëse dikush mund t'i di kush janë këta, bisedë se po mund të kontaktojmë edhe të njihim kush kanë qenë ata 2 kolegët e mësuesit Bajram, po edhe ish ato nxënësit që kanë mësuar. Në këtë foto është mësuesi Bajram dhe une, ku I kom bo vizitë me 28 shkurt 2004, edhe kom ne 2 ditë, edhe kom marrë shënimet, dikon I kam 20 faqe të shkruara, ku me ato që kom shkruajtur mendoj ta betoj në libër, por njëherë për njëherë nuk po janë kushtet, ndërsa shënimet janë të gatshme, 20 faqe kam të shkruara në kësi formati. Tani kemi edhe fotot e tjera si dëshmi për mësuesin Bajram. Këtu është karakteristike në ish nxënës e nxëratës së parë, Ibrahim Tahir Mola, pasi që në shkollë është djegur krejt inventari shkollor, po thoj se 90% nga forcat paramilitare serbe, që nuk kanë kursuar asgjë dhe jo munduhet tash ndërruesin, tash duken edhe biografinë e shkollës. Kështu që ky ish nxënës, tash nuk është në jetë, me dërshkrimin e vet një ka shkruar 46 emrat të shokëve dhe shoqeve të veta. Po ashtu, jo vetëm ky, po edhe 2 të tjerë mi kanë shkruar emrat me dorën e vet, do të thotë dërshkrim ish nxënësve të gjeneratës së parë. Ky është dërshkrim I Ahmet Ajet Ahmetit. Edhe ky ka shkruar. Ky thuaj se është një bukur shkrim. Edhe ky mi ka shkruar ish shok dhe shoqet e gjeneratës së parë, Kadre Ruqi, që ka qenë të themi bashkim të jetë një profesor. Mësuesi Bajram Hajdingashi. Pra ka punu
nga 46-ja deri në vitet 1959. 59 kur tregua trasin, kur kanë hyrë dyat bashkë, e kanë marrën. Dhe prej aty nuk është Nga ato ka shku në burg dhe pasi është liru nga burgu, më kohës që ka unë e drejta të punoj si mësues. Për arsye se ka qenë thot, i papërshtatshëm, ka punu thot, kundër vëllazërin bashkimit, ka punu thot, që Kosova do të jetë pjesë e Shqipërisë, ka tregu rrëfime. Pra këto ishin arsyet që regjimi atëherë i edhe është larguar nga puna si mësues. 3 vite ky mësues ka nejt pa punë. Gjatë atyre 3 viteve i pa punë e ka kryer një kurs për elektricist. Edhe ka fillu punën. Ka punu më pastaj si elektricist. Ky është këtu si elektricist. Mësuesi i parë i Rezallës. Edhe domthonë nga vitet 1960 deri që është pensionuar vitet 1974 ka punu si elektricist në për trevat e Drnicës. Këtu harrova të themi, këtu është edhe mësuesja Bajram me 2 vajza të cilat në atë kohë kanë punu për zhdukjen e alfabetizmit edhe për kurse shëndetësore. Pra nuk ishte punuar as si imam më vonë? Jo, as imam, as mësues, por vetëm si elektricist. Edhe nuk e ka kur e drejta të punon mos si mësues. Këtu në këtë foto është mulla Hajdin Ruqi, kur thamë se ky ka filluar punoj si mësues, por vetëm për fat 7 ditë. Po më kanë truar nga pak temat, ndashta jam pak i lodhur. Ky është baba jemi ndjeri, ka merë Aliu i cili për rrezë ndriqimin e henës e ka puthur në gjunë. Edhe në kujtesën time duke rritur ajo puthë e flamurit, unë të them jam frymëzuar në idet për të shërbyer atë dhëut dhe kombit. Nga gjerata e parë e mësuesit Bajram, janë dalur disa mësues që kanë shërbyer jo vetëm treve të Drnicës, por dhe gjithë Kosovës. Njëri prej tyre është mësuesi Selim Ruqi. Selim Ruqi, po. Ky mësues ka punuar në Jagut e 5 deri në daljen në pension. Tani nuk është në jetë, ka ndru jetë në 2008. Ka qenë një mësues që ka lënë gjuhën se si duhet të shërbej arsimit. Kam pas respekt, shkoj sa ka qenë një jetë me ka ftuar njerë për ditën e shkollës në Jagot, edhe ka qenë vitet 90 kur nuk është s'ka mundur të festohet dita e shkollës në Jagot 5 në për shkollës, për shkak ndjekës policisë serbe, po është festuar në borën e një kishe afër aty të Jagotës 5. Për këtë mësues kanë shkruar edhe nxënësit e asaj shkollës. Këtu do të shkëpus jo pozia imja, por një pozi e një ish nxënësit e Jagotës që ja ka kushtuar këtij mësuesit tonë Selim Ruqit. Mësuesi im i dashur, mësuesi im krenar që na dhe ditori qysh nga klasa e parë. Mësuesi im i dashur ke qenë edhe i moshuar për të na mësuar neve nga larg e udhëtuar. Mësuesi im i dashur qofsh faqebar, kur s'kemi për të harruar derisa të jem gjallë. Ndoshta do e shef këtë poezie ka shkruar në ato vite Valentina Zemako, klasa e 7-1. Pra, Rezalla, me mësuesin e parë Bajram Hajdin Gashin, nga hapja e shkollës së parë shqipe në 1946 me një abetare. Me një abetare 46. Sot në gjirën e vetë, Rezalla ka të shkolluar njerëz të gjitha profesioneve, nga mësuesit deri te doktora shkencës. Si kemi magjistrin
Magjistrin Imer Ramadan Oruqin, profesor në Universitet kemi Muharrem Tahir Zabelin, Milaim Fazli Zabelin, Naser Mehmet Zabelin, mjek specialist i njohur thyen në gjithë Kosovën, Riza Ajzer Mole e shumë të tjerë. Tani, para se të përfundojmë, nëse më lejuat, do e kisha lexuar disa poezi që ja kam kushtuar pasi është 7 masi mësuesve tanë. Do lexoj një poezi që ja kam kushtuar mësuesit Qazim Jashari. Ky mësues është vrarë në ngjarjet e 5, 6 dhe 7 masit në Përkas. Por mësuesi Qazim ka punu në Rëzall, ka punu në Likas, ka punu në Aqari dhe ka udhëtuar nga Prekazi në Rëzall, nga Rëzalla në Aqari ose në Likas, ku me respekt ja kam kushtuar këtë poezi këtij mësuesit. Mësuesit Qazim Jasharit. Në lagjen Jasharaj, në Prekazin legjendar, u lind e u rrit mësuesi Qazim. Mësuesi Qazim shumë shkolla punoi në Rëzall, Aqarev, Likas, Bakërmal. Këto shkolla punoi alfabetin e gjuhës shqipe, nxënësve këtyre shkolla klasë të parë u mësoi. Sot shumë gjenerata atë kujtojnë se si në klasë të parë mësuesi i mësoi. Në Prekazin legjendar, ku lufta filloi, atu ku lind mësuesi i jetë dha. Në Gjaks armiku me plumb baqelloj si patren për mësuesin, sy u tregoj. Muaj mars për herë, mësuesin rikujtojmë Rrezë Lirie, ndriçon Kosovë. Kjo është një poezi për mësuesin. Tani kam rastin të lexoj një poezi që ja kam kushtuar ish mësuesit të parë, mësuesit Bajram Hajdin Gashit, mësuesit popullit. 1946, Rëzalla në urime, shterngim duash ndjenja gëzimesh. Shterngim duash urimin mbërëritje, gëzuar hapja e shkollës në gjuhën shqipe. Shkolla në gjuhën shqipe në mesin e Rëzallës nga janari 46 si dielli me rreze. Si dielli në rrezet para, në shkollë që pa ishte mësuesi Bajram Gashi, njeri ndër të parë. Mësuesi Bajram Gashi, njeri në zemër abetarën në gjuhën shqipe i pari e solli në Rëzallë. Dhe këtë abetare në kënaqërinë e duar i hapi dyert e shkollës i pari në Rëzallë. Gëzueshëm për në shkollë, 46 nxënës janë mësuar, ku secila fytyrë ishte një rrezë dielli. Mësuesi Bajram Gashi, mes këtyre rrezëve në shkollë të Rëzallës ndriçoi si dielli me rreze. Kështu, Rëzalla në pasqyrim, ndreze dielli gjithherë, ku këto rreze dielli atë dhjet do i bëjnë dritë. Pra, mësuesi Bajram ishte njeri i dijes dhe i fjalës, misionit e cilët ishte edukimi i brezet të ri. Një poezi e imja, në këtë revist, që këtu vazhdimisht shkruaj dhe i kam afër 70 poezi të shkruara në këtë revist, dikon numrin 25 tash është, ja kam kushtuar poetet tonë, mësuesit tonë, gjyshit e fëmijëve në gjitha shqiptarët të ndjerit Rifat Kukaj. Ju bregore të Selik, jeni të bukura në këtë rrethim, ato lind një ardhmëri në syrin tonë pa vdekshmëri. Ardhmëri emrin ja thon, ju emrin që dhuruat Rifat Kukaj që pagzuat, syri jon ju falënderon. Ato lind ky vegan, ju emrin i dhuruat, dhe nga del u bë pishtar dhe fitoj emrin shkrimtar. Si pishtar, rrezë shpërndar, rrezetar të diturie, në çdo vend ku ai punoi, ardhmëri bolli për herë. Ardhmëri ti mbollën jetë, në zemër ty gjithmonë të kem, veprat tua jemi në madhështi,
që lexon çdo njeri. Andaj ty të quajmë shkrimtar, në çdo zemër ti troket, vepra në jetë shumë lale, atë ndriçoj diell për herë. Gjysh fëmijët ku dëgjejnë, në vepra tuaja ato dëgjejnë, gjithherë gjysh në mesin tonë, gjysh i fëmijëve mbetet përgjithmonë. Dhe të rriturit në kratë e kanë, vepra tuaja ato dëgjejnë, kështu shkrimtar e njeri pendes, ty të kemi dritë të rrugës. Në vepër ti jeton për herë, ndonë se në jetë më nuk të kemi, na kujtojnë valën Bregdet Tulqinit ti ndrove jetë. Në 7 orë të vitet 2005, ti u ndave për gjithmonë nga ne, ndrezët malëm vendlindjen tuaj, ti shkrimtar pushoni qetë. Në ato bregore, zera buqetën, bas rifat, pushot dimre verë, se ne ty erdhëm për të thënë, ti shkrimtar jeton për herë. Këto kemi edhe shumë pozitë të tjera. Dhe të gjohë. Mirë, ndoshta Në fund, që ose Meliani, po patjetër. se ish mësues, arsimtar në pension. E kam shkruajt një poezi që në për çdo shtëpi, në borë çdo shtëpie, secili njeri ta mbjell nga një lule paqe. Dhe do lexoj këtë poezi me respekt. Arsyeja pse do të lexoj. Si poet, si shkrimtar, nuk dëshiroj askund në botë ndëgjohet krisma e armës në shekullin 21. Edhe në vend që të thithim tym të armëve, të marrim aromë të luleve. Andaj unë vetë e kam një lule paqe para dyrve të oborët tim ku jetoj në Razall, edhe përësis gjithë njerëzimin e botës shekullin 21 t'i kthehemi paqes, t'i kthehemi lumturisë, t'i kthehemi jetës, dhe kur çdo njeri sot në botë ka dije, në bisedë mund të mirët dhe të kuptohet se si do të shërbej si njeri botës. Andaj do lexoj këtë poezi. Në gjithë botën mbjellën lule paqe. Ta din e gjithë bota, lule paqe dëshiroj. Bekimin e kësaj lule betuar të jemi kudo. Në këtë shekull në gjithë botën, kudo që të jemi ne, mbjellëm lule paqe, parajs botën të kemë. Se cilin njeri në botë, parajs botën të ketë që në trullën e vendlindjes një lule të paqe të mbjellë. Në betimin e kësaj lule, gjithë botën të dëshirojmë, në vetësim këtij shekull armën lule të shndrojmë. Në aromën e kësaj lule, gjithë botën në adhurim, ku në vend tyme të armëve kjo lulen në aromë të kundërmanë. Kundërmimin e kësaj lule, kërkesë në botë kam, çdo lloj armë në botë në shndrim kësaj lule të jemi. Në aromë të kësaj lule paqe, një stin gjithherë të kemë, ku në aromë lirie të vetëm pranverë të kemë. Kështu në betim kësaj lule, në shpërblim të Zotit jem, ku në botën e amshuar shpërblim parajsen të kemë. Atëherë kjo aromë lule, fuqi botë e ka, ku në zemrat adhuruse, botë liri kudo. Histori të realitetet jetës, se cili njeri të shpëton, mos shohemi me akmare në njerëz të paqe, ne njerëz të paqes të jetojmë. Kështu në zemrët gjithë njerëzimit, liria fjalës të jeton, si kur dilën gjithë botën që rrezë liria në dhuron. Andaj, shem këtyre rrezëve, nglop botës të lexojmë, gjithë njerëzia ku do në botë paqe lirin të gëzojmë. Shumë mirë. Kjo është vetëm në fund, e kam një porësi, për gjithë në zënë se ku do që janë në truje shqiptare dhe në përbotë, ju themi, besoni shumë,
që të dini shumë. Ai që di shumë, ai më së miri i shërben atë dhejut. Andaj, nxënës, ku do që jeni në përbot, ta kuptoni e t'jeni shtyllat kryesore 3 që janë për shtetin. Dija e djetarit, udhëheci e drejt edhe me punën e intelektualit. Me këtë mësues të respektuar, ku do që jeni në këtë ditë të mësuesit, ju uroj shëndet, punë, krenarie në shërbim për kamp e atë dhejë. Miru pafshim për vjeturat e tjera të 7 marsit. Faleminderit shumë, Zote Aliaj, për këtë histori që e ndat me neve, për krejt ato sakrifica që na bat me i përkujtu, në për të cilat kanë kalu shumë mësues shqiptar, për të ardhur deri te liria të cilën sot e gëzojmë. Sot ndoshta në rrethana krejt tjera, mirë po gjithsesi roli dhe rëndësia e arsimimit vazhdon të jetë po aq e madhe. Faleminderit shumë për krejt historinë që ndave me ne. Urime edhe një herë, edhe pse tash jeni në pension, mirë po jo gjithmonë do të mbeteni mësues. Kështu që faleminderit shumë që ishit në emisionin tonë. Dhe ju e vlerësoj dhe ju uroj punë të mbarë edhe ky televizion lusë Zotin sa të ketë diellën të punoj me nder, krenari, shërbim të kombit dhe të dhejët. Vetëm përfundim me lidhët me këtë pas korrikin 1990, kur vetëm në televizion pushteti serb na ka mbyll, andaj sot për fat kemi televizion të shumta që janë në shërbim të kombit dhe dhejët. Edhe njerë, mirupafshim për gjitha. Ju falenderoj për gjitha. Faleminderit shumë.